Po buxheti asnjëherë nuk është i mjaftueshëm sepse kërkesat çdo herë janë në rritje, po megjithatë ne kemi bënë një planifikim buxhetor solid që mendojmë se do të realizojmë objektivat edhe projektet që kemi planifikuar për këtë vit. Po, na kanë mbetë bukur shumë projekte jashtë listës për arsye të kontratës kolektive që kemi biseduar edhe herave të tjera në për intervista, po vlen të theksohet edhe një herë se vetëm vitin e kaluar na kanë marrë neve 3 milion euro për kontratën kolektive të mestimdhënësve, edhe tash prap kanë ardhur domethënë pagesa nga përmbaruesi që do të me u pagu. Dhe ato na dëmtojnë shumë sepse ato nuk janë të planifikuara, nuk kanë vijë buxhetore të veçantë që është dashur qeveria me i pagu dhe na kanë mbetë neve dhe tash përmbaruesi i merr në kode buxhetore ku i gjen domethënë investime kapitale, kështu që ditët në vijim do ta dimë saktësisht se ku do të preken projektet edhe ku do të mbesim keq. Buxhetin zgjidhja më mirë kishte qenë që u kërkuar nga Asociacioni i Komunave Grandi 4, Grandi 4 me nda komunave kishte qenë ndarje proporcionale në bazë të numrit të banorëve dhe mos kishim pas problema asnjëherë. Pra mos më pas nevojë ministritë e linjës mandej me intervenu me i dhonë komunave në mënyra të ndryshme, me arsyetime të ndryshme, po ndahet Grandi 4 edhe kryet këtë punë.